Hej, të gjatë jeta, shpejt po shkojnë det, shpejt po shkojnë vite, shpejt po shkojnë java, e na erdhëm te epizodi fundit të sezonit 3 të podcastit Suzan. Është ky një epizod super festiv me dy superstara të radios edhe të televizionit. Mos harroni me na bo subscribe, like, follow e na shihemi për tepër pa. Ku fillon rrëfimi yt? Në cilën mahallje rrit, ke lindë në Kosovë, ke studiu New York, ke jetu në Tokyo. Pse u ktheve? Ky është podcasti Suzan. Me që jemi ku jemi, edhe jemi si jemi, s'pesgas shumë me hyrje edhe promovime, por po ju tregoj që sot e kom bashkë moderator, e kom njonin për ftyrave edhe zonave më të njoftun të Kosovës, i cili njëkohësisht sot është edhe bashkë moderatori jemi, ose co-host, që po thunë ju Gen Z-a që po na përcjellni shumë, ky është Shuki. Shok, mirë se erdhe dhe mirë se takohemi përsëri. Mirë se ju gjeta dhe me thonë me kom djerë nështë me ngushtu shumë, po është tjepër ndjenje mirë dhe përvojë mirë kur e morëm vesh që sidomos kur e morëm vesh që jam nështë si co-hosti ose bashkë Niko Qiri i Suzan këti epizodi dhe jam mashkulli po që jam në se mashkull mos jam çfarë më thon burri djali. Djali. Po. Burri, djali. Personi. Personi Po me zë të trash i cili. A bën me ta japun e ty shtafetën edhe ti me na prezentu mysafirën gruan tonë të veçantë të gjitha trojeve. Edhe me kallëzu pse po them të gjitha trojeve. Të gjitha trojeve pa dyshim edhe jo vetëm për arsye që e folim këtë gjuhën e njëjtë, po të njëjtën kohë që është në shtapë të paktave dhe të vetmeve cila ka bo tranzicionin edhe ka ndru Tiranën për Prishtinë, sa kërështë jena mësu me po që emigrojnë atje. Kështu që mas pare për knatësi të kretë shikuze, po edhe tonën është Jenida në divan. Në kauç. Që ky podcast nuk po du me qenë shumë formal, po du me njëherë me anis me pyetjen temet matë këndshmën që ever e kam njëtë tem, me veç Jenid. Ku nisë rrëfimi yt? Pikë së parë njërë, dy gjëra kam. Shuki faleminderit për prezantimin, Arli më mirë të ma kështë bërë ty. E dyta, përpos kënaqësisë time shumë madhe që jam sonte këtu me ty, kam menduar që do më ftosh më herët. Oh my god! Sezoni 3, dhe unë jam të sezoni 3. Ama, a dim se komendu që të konftu, sa dim sa neja ti kena bo që të E vërtet, kjo është e vërtet. Gëzuar dhe edhe njërë shumë kënaqësisë jam. Mirë se kjo është. Edhe ironinë gjokera. Po du me të pyet qysh shkoj 2025 për ty Jenida. A munësh mi ndo 3 sene me neve që kanë qenë të bukura, ma të bukura edhe pak të hidhura. 2025 ka qenë nëse vitet e tjera për mua, sigurisht gradualisht, se s'kanë qenë gjitha vrap, po këto të fundit kanë qenë vrap, 2025 ka qenë sprint. Më beso Arli që nuk di të them cilat kanë qenë kështu me mas, momentet më pak të bukura, më të bukura dhe moment të hidhura, sepse ka qenë intensiteti aq i lartë, sa që si kam kuptuar ca gjëra thjesht, në momentet saktuara jam ndjerë shumë mirë, por të ndjerit shumë mirë nuk ishte për shkak të një ndodhie apo të një ngjarje të përcaktuar, po ishte për shkak të disave që një periudhë kohe më kishin ndodhur. Pastaj mund të ishte një periudhë jo e mirë për mua. Unë në 2025 kam ardhur me një dhimbje të mbartur që ishte humbja e babait. Falë Zotit nuk kam patur dhimbje tjetër, por gjithsesi ajo ka qenë konstant me mua, do të thënë unë kam jetuar me atë dhimbje. Po përpos kësaj, kam patur vetëm gjëra të bukura. E vetmja gjë që mund të them që do doja të ishte ndryshe dhe nuk e dija do mundem ta rregulloj, është prania aq sa unë do doja tek fëmijët e mi për shkak të
obligimeve, të angazhimeve, të udhëtimeve, të gjithçka tjetër. Dhe e vë këtë parsore sepse nëse nuk do ishin fëmijët e mi, do thoja periudha që unë të mendoj për veten time, të kujdesem për veten time, të pushoj pak. Por jo. Kjo doesn't matter anymore. Janë fëmijë. Janë fëmijë. Këta nuk e llogaris më. E vërtysh nuk e. Unë 100% pajtona, po unë kam një matje të kohës pak ma e dojnë dy pjesë, nëse e mati me të parin, çdo të parin, shumë ka dalim shën muj. Nëse e mati me të premtën, shumë ma shpejt shën muj. Është crazy, domethënë sa shpejt bëhet e premtën, se e di prej ditëve në emision të shkojnë, sa nisi të orën vish kur bëhet e premtën. Ta të ditë nuk njën. Po me le që është shumë e vërtetë që nuk mundesh mi thonë 3 ngjarje të këqija të mira ose 4 ose 5, se është konstant rrjedhja e informatës, edhe që t'jep emocione, ndjenja edhe ngjarjeve që ndodhin pa pushim të kohën. Domethënë në mënyrë konsistente, diçka ndodh, tashti, diçka na prek më shumë, diçka më pak, po mendoj që edhe të punu çdo ditë edhe të konsumu lajme pa fund, e kam një gjungëll të madhe të ngjarje, se po privatisht jem të folë që unë për veti muj me ju që e keni syrin e keq edhe na sheni për edhe na mendni psish. Unë më thonë që kon viti më stabil që un pas një jetë në erë. Një jetës. Edhe po dokësh bukur, stabil, po po është dokësh. fjalë më me kineze, është filozofike me Confucius që thotë truni rahat edhe luki reflekton pa dyshim. Pa kur far shok të madh, për shembull në që ka ndodhur çdo mund ka bëu në klubi i të cilës ka baba, i bonjakëve. Oh my god. E sjela se njerëz të jenë na pa edhe secili dikush do të më pa që është viti i ri ndodhet për neve. Po. Edhe mas asoj kohë, domethënë se është problem mi tret këtë ato emocione edhe traum, por në varësisht se çu e merr njëri. E ky vetëm do nuk më qet, nice edhe të janis prej natës parë vitit të ri që e kam festu, për dallim pej viteve tjera kam nejt shpik sa here, dhe kam nejt me mamin, kena pa dhe fatat vjetra, edhe domethënë që do momente pak vogla që po mlojnë për shtypje. Nën tjetër, shtut nëse kyrin pak ma gjon, është të çmërthy krejta. Do thonë është kur një jetë duhet m'ia cak botës përgjithësi, çfarë pika kam rri edhe çfarë detyra apo çfarë tika ka bo. E për Jonidën ai pyetja e ki. Jonidën vish me vesh kush vot kolegi, Stelias kush fli vesh atje. Ku atje? Në Big Brothers, më trajme. Ajo që mundem të them është se kush po më zhvesh. Okej, aty, super për jo, okej, i knoqën, jam e vajt, e pranoj për Ti je pa kujq aty me superheronjët. Me superheronjët. E jo, është crazy se mendoj që edhe pse jena pak më përmas si vend to it's fine, it's going okay, se bota është çaj hovi madh na prek edhe neve. Shpresoj. Po shumë sane, vish me kisha shpesu që në vitin e ardhshëm më konë ma pak agresiv vojbi të krejt njerëzit. Që kjo agresiviteti dhe nervoza për një me është një farë sfide të cilë duhet ta kalojmë. Po unë e kisha pas qef, me vetë Jonidën pak, masi krejt i ves për mahallën e tyne kur jonë konë të vogël në venin e vetë. Ose, mund është vish me nga kallëzu, për shembull, viti i ri në mahallën tonë kur ke qenë vogël. Sepse, e kom pa disa video të Jonidës kur ka qenë vogël, se kjo dhe kënën, le që aktron, le që moderon, le që ka pas do emisione tepër sofistikume, i ke pas me njerëz përmenoj në Top Channel që u konë me njerëz digital, ka qenë me njerëz po dish me thonë të nivelet ndryshme, në botëkuptimeve ndryshme dhe të niveleve të ndryshme, po e ka pas një farë personale, o qujt personale, o qujt, edhe më kalon shumë përshtypje, do me thonë njënën prej emisioneve të pakta që ko mujt mi kuptu në Shqipni, edhe po, në të themi. Edhe ti ke qënë ndër të paktat, në programa tjetër. Dhe unë e kom qenë ndër të paktat, është mirë të jesh ndër të paktat. Po. Edhe, po du me të pyet, qysh
ka qenë një ditë e jotja, ose qysh ka qenë fëminia jote në mahallën tonde, hajtë tash ta themi ose për vitri, ose veç kështu rutina jote si e vogël në mahallën tonë në Tiranë. Ne kemi patur shumë ndryshe fëmirin nga të shporitën për shembull sot fëmijët e mi, totalisht ndryshe. Nuk e di as për mirë apo për keq, se koha evolon dhe mbase një fëmijëri e tillë tani do t'i linte mbrapa fëmijët e sotëm, po unë jam e lumtur për fëmijërinë që kam kaluar. Ka qenë shumë ashtu kolektive, me shumë njerëz, me hyrje dalje në një ndërtesë, me disa apartamente, dyert nuk mbylleshin kur, rinin të hapura. Nëse unë doja të shkoja te një shoqe ime për ta thirrë me lozë, si ishte nevoja fare, unë t'i bia derës, t'i bia thjesht hapja derën dhe futesha. Ajo mund t'ishte edhe në gjumë, pikërisht. Prindrit mund t'ishin dhe duke bërë një gjë, ku di unë po. Gjithsesi, unë futesha dhe kërkoja shoqen time për me dalë me lozë. I kishim të oraret tona që dilin para dite, kishim të shkëputjen e drekës që mblidheshim nëpër shtëpia, hanim diçka dhe pastaj pas dite deri orët e vona të natës. Kur them orët e vona them për moshën, se deri në 12 rinim jashtë, po ishte goxha, por dhe siguria ka qenë më ndryshe. Dhe loznim në darkë, mbaj mend se kam kështu detaje të shkëputura, loznim me xixëllonja. Ka patur shumë xixëllonja. Dhe mezi prisnim që të bëj terë, se tani jam që kështu të ersoj. Të bëj terë, po dhe që ka pikësirat Toskën edhe Gegën. Kjo është rast për të studiuar. Hajde shuki. Më ka bërë jeta, Arlinda. Jeta. Edhe luanim ato të zëllonjat që i fusnim mes dy duarve. Pasi kishim luajtur, a i thoni syllambyllsi ju, kësaj lojës që... Më shefta. Ku ka fsheti? Po ku ka fsheti? Qysh? Pasi... Ku ka fsheti? Ku ka fsheti? Po dhe me ku je fsheti? Po gjej, dikush Arlinda që i mbyll syt dhe numëron, thotë edhe një ritual, sheftas, dhe tjerët më qifen e ti duhet t'i gjesh, edhe më fali, duhet shkosh te muri put e di. shpëton. Po të gjithë, Dhe si kjo, shumë lojra tjera. Po për para, po për mas. Prap nuk di ta përcaktoj e bukura ose jo, po ka qenë një lloj ndihmëse për zhvillimin e imagjinatës tonë që ne lojrat i shpiknim një pjesë. Nuk kanë qenë ashtu të organizuara të bëra gati për ne në një ambient caktuar. Po. Ne dinim te lagja. Planeta është di e mirë apo keq, por gjithsesi ai ishte një lloj, ai ishte bukur sepse të bënte të zhvillonte imagjinatën, nuk e di, ose kështu dua ta besoj unë se unë e du shumë fëmijërinë time. Gjenim imagjino sa ka qenë një me pllaka, me gura kështu si të shesht, jo pllaka tamam. Prisi quaj ajo. Toparrasash. Toparrasash. I vendosje këto, nuk e di, ja t'ju a shpjegoj. E kulmit. T'ju a shpjegoj edhe i lexoje pastaj, po. Edhe masina duhet me ikë dhe atë me di. Exactly. Pjonesh. Jo nuk e di sa. Okej, më fal. Dhe ndërkohë, Kullash. këto mbase kullash, nuk e di ne i thonim toparrasash, dhe këto gjërat që gjenim, këto si guri, shtrisë, nuk ishin tamam pllaka. Po si tulla, si Qeramizat. I gjenim me forma nga më të ndryshmet, as drejt nuk i gjenim, se çati gjenim nëpër kështu, nëpër vende, nëpër. Edhe kjo ka qenë një lloj tjetër, një botash që ti zaptoje atë territorin tënde. Domethënë topadjeksi me top që dëgjuan që të prek, pafundësisht lojra që sot nuk ekzistojnë. Dhe unë i kujtoj të gjitha, dhe i kujtoj me nostalgji. Dhe do i riluaja sërish nëse do mi bëj mundësia. Kurse për vit të ri për shembull, mbaj mend pemën që e kam të fiksuar, madje këtë vit e kam rikthyer këtë ritual tek pema ime e shtëpisë. Ne pemën e bënim me tambuqe. Po, I kusin tambuqet edhe i gjisnin. Prap mungesë. Mungesë e kushteve. Prap. Por mirë. shijonte ndryshe. Po. Shijonte ndryshe tani ti shkon në një dyqan. Edhe kur ja qit fresh, pamukun. Edhe pema Edhe ishte kur fresh. qit po. Pema ishte Se mu ishim ja qitit edhe të vitit kalu. Mirë po. Edhe përveç pambuqeve kanë qenë edhe ca flet me ngjyra si akatëshat e bardhë sot, po kanë qenë me ngjyra të ndryshme, edhe unë edhe sot nuk e mbaj mend si bëheshin, paloseshin në një farë mënyre dhe priteshin si te Tom e Jerry që dalin kështu, si kukullat lidhura me njëra tjetrën. Edhe i varnin dhe ato shirita, gjëra. Na i bëjshim kështu. Si hallka, di çfarë do të thonë hallka. Ose po hallka, që të gjithë. Tik edhe ngjyra, edhe nëpër Po do të pak a shumë, edhe këtu e luajnë te lojnat e njëjta. Po, pak a shumë po.
Pak shumë Po që këto mbaj mend edhe ai socializimi që ishim gjithë bashkë që. Po. Fëmijëri e lumtur do thoja. E tash vishni diçka vetëm me theksuese është interesant të fol për njerëz, sidomos që janë rrit në Kalimashit edhe punojnë te Kalimashit dhe janë rrit te Kalimashit. Përveç që paguajnë tollin. Po, ka paguajnë tollin, okay, ajo është tokë kështu që më kon baraz atë lart. Fillon aty diçka të deklaruar jo veç që fakturat e tollit. Kemi kohë për atë. Jo, me kohë, domethënë. Që the vetë, nuk e përcakton njëri aty për aty duhet me kalu një kohë që me parë në retrospekt çka ka ndodhur. A konsideron të lumtun çfarë fëmijë? Shoot overall? Po, unë e konsideroj të lumtur për kohën, pa diskutim që po. Sigurisht që kam patur edhe momente që mbase nëse do ishte në zgjedhjen time nuk do doja t'i kaloja, por edhe aty kam patur një fat, për shembull periudha 97-s, që tek ne ka qenë një periudhë goxha domos për fëmijët, se janë përballur me situata mbase të parakohshme se akoma si kuptonen se çfarë ndodhte dhe me urrit para kohe. Unë edhe atë periudhë nuk e kam përjetuar sepse kam shkuar në Greqi tek njerëzit e mi dhe thjesht e kam të dëgjuar, por gjithsesi prapë edhe këto pamundësitë tona e fakti që kemi qenë gjithmonë të gjithë bashk, madje ndonjëherë kur dikush ka patur dikë jashtë që i vinte një çokoladë ndryshe apo një veshje ndryshe, rreshtoheshim gjithë fëmijët e tjerë dhe e shinim, ose se kam qenë unë në ai rast, meqense kisha njerëz në Greqi, isha gjithmonë ke përkëdhelura që tezet më sillnin shumë gjëra të bukura. Dhe ti shije fëmijët e tjerë që kishin këtë, kjo nuk ka qenë e mirë për mua dhe nuk do thoja, dëgjoj, shuki lumturia nuk do të thënë që ti ke patur çdo stad të fëmijërisë tënde të lumtur. Po në tërësi, unë mendoj që ka qenë një fëmijëri e lumtur, sepse madje unë në këtë konkluzion kam dalë jo pasi e kalova fëmijërinë, as gjatë, se sigurisht se kuptoj. Po kam dalë mos them 10 vjeçarin e fundit mbas edhe më pak. Kur kam bërë analiza të shumë gjërave. Edhe kur i kom pa fëmijët tjerë, sepse lumturia jon ka qenë jashtë shtëpisë. Shumë ka qenë jashtë shtëpisë. Jashtë tashti fëmijët janë të lumtur, po janë shpe. Shpe kish ku me hongër, me flajt edhe ciao. Po. Prandaj dhe unë e thash pak më parë që ti kur nuk e vlerëson dot sepse kohët ndryshojnë. Dhe një fëmijëri e tillë nuk mund të jetë e lumtur tani, sikurse një fëmijëri e tillë nuk do ishte e lumtur më. Dallimi aty çfarë mendoj që është që në atë kohë print ton nuk është që kanë pas edhe kushtet me u marrë me neve, kuptimin e përgjithshëm domethënë, para punës nuk është që kanë pas liritë ato. Po devesh ajo ka reflektuar me pavarësi. Ne kemi qenë më të pavarur. Çfarë do të më lidh? Po ditë sotit nuk e kanë probleme domethënë, janë okay, janë s'po këtu të na në Prishtinë dhe Kosovë, janë të lirë, mund domethënë me edhe fëmijët e ata, po sa mirën me fëmijë sot nuk është që po më mirën edhe shumë, a mirën, as mirën, po ose e lojnë domethënë në anën tjetër totalisht janë pavarur në kuptimin e asaj që bëjnë çka dojnë. Po as pak kontrolluar në për dallim pe asaj. Ama mendoj që është shumë e kontrolluar. Në njëjtën kohë mendon që ti jeton kohën kontroll. Se ke shpef fëmijë. Po. Fantazi. Po. Deshta Jonidën me pyetjen fillim thash që emisionet moderimin tënd aktrimin, krejt profesionin tënd, a ki naj moment që thu nuk po më pëlqen hiç çka jam të bo, edhe po du me lon këta, edhe nuk po du me punu mon skenë se më lodh. A ekziston najherë që ky moment? Unë asnjëherë nuk mendoj që një njeri ditë bëj mirë shumë gjëra. Po. Ditë bëj mirë një gjë. Unë kam studiuar për regji, regjisor teatri, ku një ndër lëndët kryesore që ka marrë dhe prioritet tek unë, edhe për shkak të prirjeve që pan pedagogët e mi, ka qenë aktrimi. Dhe unë atë veten e sigurt dhe për mua profesion është aktrimi, profesioni i parë. Gjithçka tjetër e bëj, okay, dhe moderimin kam që në 2004 që jam nëpër ekrane. Por atë sigurinë time, atë afeksionin tim, pasionin tim, gjithçka të përmbledhura, më të rëndësishme ti kam në aktrim. Gjithçka tjetër, pastaj unë këndoj për shefin tim, nuk këndoj për as e kam menduar ndonjëherë atë pjesë fare, domethënë. Po edhe nëse diagnostin fare, jo. As e mendoj, jo, kam shumë gjëra për tu marrë. Dhe
kur unë kam pasiguri në aktrim, që është ajo gjëja për cilën kam studuar, kam investuar, e dua, dhe shumë herë kur e shoh veten time them mund të kisha bërë më mirë. Saqë evitoj, unë zakonisht evitoj, unë edhe zërin tim nuk e dëgjoj dot. Nuk më pëlqen. Më duket shumë ndryshe kur e dëgjoj kështu, sesa kur e dëgjoj të regjistruar diku apo. Kështu që kur un kam pasiguri në aktrim, në çdo gjë tjetër që bëj pa diskutim që po. A them dua që të ndaloj, nuk dua ta bëj më. Po ka momente që them pse nuk zgjodha diçka tjetër. Po këto janë shumë momentale. Kur mua më merr malli për fëmijët, kur juridik të kisha vazhduar, ekonomik të kisha vazhduar. Okej, që në pyetje, me që veç edhe lidhet me aktrim, edhe jam në emisionin e duhur për me bëjë pyetje, të pas parasysh që Arlinda bashkë me ekipin edhe Petritin edhe e kam pru një paket, unë e është një paket tepër e plot, e një produkti medial që është emision podcasti Suzanës, edhe do të kryesisht hapësina i është jep grave, po jo grave që janë heroina ose u shkruar për to, po grave të cilat ditë për ditë në jetën e tyre normale, po exactly vjetojnë dhe jetojnë shumë mirë. A janë gratë, po flas average, domethënë një gru të njëtën në rol, në kuptimin e përshtatjes, adaptimit, edhe afiltrimit, edhe fshehjes emocioneve, edhe krejtë asojna. Një gru shqiptare është në rol të mkohën, krejtë është qikë, domethënë, vajtë. A mundet me jek jakën dhe më konë vetja me thonë Po ka plot tilla që e bëjnë. Në ditët e sotme ka plot tilla që e bëjnë, por mendoj që edhe ato që e bëjnë nuk e bëjnë gjithkohën. Rrethanat janë tilla, një pjesë e madhe nuk kanë jo mundësinë, se mundësia është tani, po nuk kanë forcën e brendshme për ta bërë. Por edhe ato që e bëjnë prap kanë momente që nuk e bëjnë. Ky është mendimi im, se po normal. Deri më tani nuk kam njohur dikë që e bën gjatë gjithë kohën. Po kam njohur plot që e bëjnë në vazhdimsi dhe mendoj që kjo është një shenjë e mirë, se do vi momenti që do ndodhi edhe ky tranzicion, kështu i kryer, le të themi. Por që nga ana tjetër, gruaja, edhe nëse ne do jetojmë në një epokë që do jetë totalisht ndryshe, barazia gjinore, etj, pa çka se ne flasim për barazi gjinore, po barazi gjinore nuk ka. Absolutisht. Edhe nëse do ekzistoj prap gruaja, nga natyra e saj, nga krijimi i saj, nga hormonet, nga gjithçka e mundshme, e ka të paevitueshme gjatë jetës këtë përfshirjen, këtë aktrimin. Empatin. Këtë që edhe kur mbase nuk është e detyruar ta bëj diçka, e bën. Okej. Sakrificën vetë do vjen para. Sakrificën, okej. Le ta quajmë sakrificën. Masi ma herët folëm për muzikë. Qa është një kong shqip që e ngon në kerë, e ngon kur i në gjim, po të bjen men që ta është të folë me neve, që i kështë pas qef me donë me neve, një kong shqip. Nuk kam një këngë të vetme që dëgjoj edhe në gjim, edhe në makinë, edhe por I like it. Nuk më duken shumë të ndryshme për të dëgjuar një këngë. Po momentalisht mos them për një periudhë gati 3-4 mujore, mua më ndodh që i rikthem këngëve të vjetra shqiptare. Po kur them të vjetra as të periudhës time jo, akoma dhe të vjetra, të festivaleve kur unë nuk kam lindur. Që të ta lypone. Nuk e di në plan do të më qenë, edhe mbas. Të motrave Libohova, domethënë se për ndryshe unë dëgjoj shumë shpesh këngët e Aleksandr Gjokës. Gëzuar. Se dis, çfarë gjuhë. Ta hapet gëzuar. Edhe tjetër ta mini tuto. Do të qofsh. Gëzuar. E po Aleksandr Gjoka. Dashurisë e shkuar. Kur ishin motra. Ka qenë Bashkim Alibale. Një tjetër këngëtar, nëse këto janë shumë të vjetra si këngë, po mua më ndodh që i rikthehem këtyre pas here dhe dua t'i dëgjoj kështu për një farë periudhe, pastaj, por gjithsesi dëgjoj edhe të tjera përpos këtyre. Po kështu kur jam në privatin time, vjen mend qtash, një emër i kongës. Aleksandr Gjoka, Dashurisë së shkuar. Dashurisë së shkuar. Jo si harroj unë ata sy që më mbishtin në çdo çast e çdo moment. S'kam harruar puthje fjalë dhe të fshehur në ilam diku atje.
e të mendoj. Ndaj të lutem sot A e din ti këtë këngë? Është jeta dashurie e shkuar. A po bën pyetja? Ja po më dorë. A është pyetje? Qa? A pyetje? Jo, po është pyetja edhe di falë. A është jeta dashuri e shkuar? I guess. Për mu jeta është dashuri e tashme. Patjetër është. A është e shkuar? Ajde, mëse. Ciao, go. Jo një në qëfar mahalli e të në Prishtinë kur vjen? Qëre ka emrin? Prit se e di kështu me adresë të plot. Të cila furë. Ganimetet e Rruga Muharrem Feiza, te Çerdhja ish lapsi, te instituti i higjienës, ë? Po, tek prit se ka dhe një Mirë, tjetër. Muharrem Feiza. Qa, që krym? Pedim. Geta. Nice. Super. Pashtë, se deshte se edhe unë jam në këtë temë. Po ndërkohë më fal shumë se ndërpreva. Po ndërkohë unë nuk jetoj në Prishtinë, unë vjen, unë jetoj në Tiranë. Dhe jeton. Kur të vjen thash? Okej. Është me që kam filluar emisionin radio me pas studi në Tiranë dhe Prishtinë me pas çdo ditë bashkë, domethënë Po një me ty të ngojnë edhe të Shqipnis. Po një radio pejbri një deri në Ksamel, kështu që it's fine. Se di Ksamilja merr vesh diçka, po. Që Tirana po se po. Edhe çdo ditë nështë jena dritarja e vetëm, po dhe emisioni vetëm ku komunikojmë edhe ma emisionin bashkë, real time. Ky që mi online edhe ma emisionin radio, edhe menoj që është fantazi të shku edhe paka shumë flet, çdo ditë flasim për problemet që i kena shumë të njëjta, po ma shumë flasim për ato që na bashkojnë, pak ma shumë. Qysh është për ty ndjenja me punu në Prishtinë? Tash e një kohë, dhe u po, ka ju po sa vjetë. Jam bërë diku të 12 vjet. Jemi 12 bashkë. vjet që me serialin Osamir. Po, Dhe unë mund të them për atë ndjesinë e fillimit se tani më është bërë normale kjo. Tani Ndjesinë e fillimit, tani po, e kam proces jete. Po. E kam përditshmëri time, rutinë. Por në fillim ka qenë një sensacion për mua. Mezi prisja që të nisesha për këtej bashkë me ekipin. Dhe kur kthehesha në Tiranë, mezi prisja prapë të vija këtej. Dhe momentet që shijoja më shumë ishin këtej. Dhe kur kthehesha në Tiranë ishte si obligim pune. Kam patur emisionin digital, të mbaroj këtë, të ikin ditët që të shkoj prapë këtej. Edhe pse këtej ishte një ritëm i caktuar, kishim prova, kishim xhirime, nuk është se ishim për qef, e kishim të ngjeshur kohën, por ndërkohë kënaqesha shumë këtu. Tjetër atmosferë, tjetër mikpritje, që një lloj ndjesie që nuk e gjeja në Tiranë. Por ndërkohë, më fal Arlind, por ndërkohë sigurisht që duke u bërë dhe ky një vend i imi dytë, mos them baraz me Tiranën, kjo ndjesi u shua, nuk ishte më kështu. Po, e që Dhe mua më vjen shumë keq për këtë. unë guta pak dhe Mua ishte më vjen me shumë keq ty për për këtë. këtë. Dhe nga që e kam humbur këtë ndjesi, mbase ndonjëherë kritikoj Prishtinën pak më shumë se duhet. jo, më super. Sepse kam humbur këtë ndjesi. Si për me kritiku, edhe pse fillim mirë, ta jap një farë ndjenjë të një vend ekzotik. Po, pa deti. Por edhe nuk Pa e di, dete. nuk e di a kanë qenë fillimet e mia apo jo, po Prishtina ka ndryshuar Ka nga ndryshuar atëherë. shumë, po menej. Ka ndryshuar. Ka ndryshuar bota, po gjithsesi është një san, po menej që unë për veti vesh që është e kemi jo që jemi një, po vetëm e kemi një farë pikpamje të njëjtë të paka shumë edhe probleme që mirë me si në dy anë, diku diçka është më e theksuar në Tiranë, diçka më Prishtinë, E po qa ma e theksuar në Prishtinë? në Prishtinë është më e theksuar se nuk është çaq që brutale kapitaliste edhe materialiste jeta si në Tiranë. Po në anën tjetër në Tiranë është qendër edhe çarkullon lek i madh, industria e madhe. Për dallim prej Prishtinës që është ma i vogël, ma me numër, domethënë ma shumë ki kohë me ritëm tonin me jetu, që është dushti, pa pas imponime. Edhe pse ata këtu po e shpejt jeta. Po hec shpejt, po mbas. Po s'paku ato domethënë që kanë qenë, unë mendoj në banalitete fillimisht që thoshin jo s'po mirën vesh, jo po mirën vesh, mendoj që janë krye edhe of course që mirën vesh. Jo, po me Tiranë sidomos, po mirën vesh shumë mirë. Fantazi jena. Perfekt. Jena në Kështu frekuencë. dialekti perfekt. Po, Njëherë kur po, në fund ka kaluar për herën këtu. e fundit, më tha dikush tha, tha qysh po, tha gjuha slengi i Prishtinës, a ishte Tiranëse ishte, tha gjuhi, po. Ti bono. Po, tha ju, tha, slengi i juj, tha, është tinglu si portugalisht. Po dhe shumë zheja, shumë shëja. Po, ama,
për mu gjua portugeze është gjua ma seksipile në botë. Kështu që one tani veç rëna. Të natën të e rënu, slengi. Na shkretit tu pajtu me... Unë tu më nuk shë pak me zbute, ajo, whatever, tha, qështu tha. Na tu pajtu me opcionin next best thing, gjithmonë. Po. Atë në okej, pranojmë. Për ndryshe Shuki, për mua, radio është një ndër dashurit më të mëdhaja dhe kam një, jo vlerësim, po vlerësim maksimal për njerëz që punojnë në radio. Unë kam punuar një vit në radio. Më mori kjo, se kur ke një kështu të merr, kjo gjëja vizuale, është totalisht normal. por kur asnjë gjë, asnjë projekt nuk kam shijuar sa atë vit në radio. Kam qenë te Tirana Radio, kam qenë ndërkohë duke studiuar, kam qenë studente. Dhe kam patur një emision në darkë, pasi mbaroja me provat e me gjërat në shkollë. Dhe ka qenë liria më e madhe që unë kam patur nga çdo medium që kam provuar. Është najse shumë intime, është shumë medium që është afër me. Është pak a shumë si unë krahasoj me libër, se nuk e sheh autorin, po domethënë është me imagjinata jote me narrativën e personit që po të flet, kur kombinohen janë shumë najse dhe nuk në për vetë nuk e shantru me asnjë. Edhe mendoj që është një ndër mediumet më të vështira, sepse ti nuk ke vizualen, ti nuk ke shprehin e gjuhën e trupit, ti ke vetëm zërin dhe këtë. Zoni është shumë sen i rëndësishëm. Ama një sen është shumë crazy. Zoni, shumë lem për shtypje zonit. Është që dëgjues nëse një herë jënë klikojnë edhe ju pëlqen nuk e ndrojnë më kur frekuencën. I ki lojal deri në fund. Shumë vërtet. Edhe më vjen shumë keq që radio apo mediume të tilla apo teatri që kanë një lloj fuqie shumë më të madhe se shumë projekte tjera që ne bëjmë sot, janë ato më pak të marketuarat, më pak të paguarat, më pak për këtë nuk di, nuk di pse. Broadway ka është komercializmi. Jo, po nëse flasim ti për vende shumë mëdha, po. Jo, momentalisht është koha e rrjeteve sociale. Rrjetet sociale ti paguhesh më shumë se sa të bësh një emision në radio, të bësh një shfaqje në teatr që ty të do një muaj prova, të do tentet premte të shtum premier për ku diun sa javë. Ideja është që sot multimedia funksionon se ti gjatë kohës ta marrë emisionin radio mund me bëni një xhirem me telefon me postuar dhe etj. Po flas unë për veti, domethënë nuk mungon asnjë fije televizioni. Asnjë fije. Se ka marrë shumë energji edhe më pa të shtirë, burnout mas i kohë. Radio e bëj si terapi e ka më shumë se si punë. Shumë bukur radio. Shumë. A e vojmë na treta muj me bob ti masi pas kanë paper e ki kështu edhe Shqipënia dhe Kosova muj na me bo një orë. Jeni të ftuar. Mjaft me fol. Me radio me bojnë emision atrat. Unë tash dish më thon dera është hapur. Ta kshyrim ja që po na del çki podcast. Po është nice ta kshyrim. Çfarë votoj? Okej, e zëmë arsye pse jemi mbledhur. Jo, është nice, po problemi i radios aty ku është tani se ti e ki kështu, domethënë podcastat kanë dalë si nevojë, më shumë se sa që si trend, edhe si lux, diçka si honor. Domethënë se radiot e ka një keqë që është shumë e kufizuar, kuptimin që unë kam 2 orë emision në ditë, 2 orë. Edhe momenti që e kena një person tretë musafir, unë nuk nina i përmbushën se më dohë shumë shpejt shkoj edhe nuk mujta me përfundu qatë mendim. Se nuk përfundojnë mendimet, nuk përfundojnë temat që shtjellon kështu. Se jenë reklamat, jenë gjinglat, jenë ajo, kjo, do më thonë është një farë orari strikt. Që për shembull mu qëtash të leutrimit të ma botën ko, u bo 40 minuta, një orë u bo, e na, unë mu më do këtë sa janë nësë. Me një dorë kështu ja bën, Leo, cim. Vjo pës vish Nisan, vish edhe Nisan. Hajde. Ku keni me kalu natën e parë, dytën edhe tretën, mas parë Jonida, se Jonida është kryesorja. Unë se kam vendos akoma, se ne si familje jemi të tipit të vendosim 24 orë para, mbase edhe më pak, edhe ultimet që i keme. Një orë para presim bilet, por nëse do ishte në dorën time që nuk është, unë të 3 tonet që ti the, unë do flija gjumë. Oh my god. Se kam shumë nevojë për të fjetë gjumë. Gjithmonë e kam kaluar natën e ndrimit viteve, se mbase me datë 1 edhe mund të kem dalë apo më përpara, e kam kaluar gjithmonë me familjen time, sepse nuk e di pse edhe në një moshë më të hershme kur kisha mundësi të dilja. Kam patur atë, nuk e di pse, kam patur gjithmonë atë ndjesinë që do vi një ditë që ne nuk zgjemi më prindret. Dhe me sa duket, tani që kam humbur njërin prej tyre, e kuptoj që kam patur një lloj
nuk di, si më ka ardhur kjo gjëja, se ka qenë e brendshme, nuk ka qenë e analizuar. Edhe tani më shumë se kur dua ta kaloj me familjen time. Po. Unë gjithmonë deri në 12 e pres në familje. E mas 12 kam një shoqni shumë vibrante. Të themi ashtu. Nëse do të vendos ta kaloj në Prishtinë, do i bashkangjitem dhe unë Vibratos. Bashkangjit ju vibrantës time, sepse vibrantja ime nuk të tradhton asnjëherë. E këtë vit, vibrantja ime është një parti për një me që e kom prit në vitin 2020. E kom përjetu në Prishtinë mas 12-ve, se shumë kemi qef na me thonë mas 12-ve, do me thonë mas 12-ve kom përjetu një parti shumë të bukur, që organizohet për shoqeve të mia edhe shoku tim, Rinanita Patriki, quhet Andrat Moderne, labeli tyne, edhe zakonisht ata punojnë një 2-3 muj, mi bu bashk një 2-3 muzikanta shumë të mirë, edhe e gjejnë venin në Prishtinë edhe na ftojnë neve mas 12-ve dhe na shkojmë aty nëse ata ftojnë. Faleminderit Arinda që ma prishë ëndrrën për të fjetur gjumë. Oh, eja, se dhe të dhe kënaqemi. Po ti shuki. Unë e vesh mu ju bashkangjit dikur kur e krymë ta parte, se që edhe libri që në më shkru autorit cilës jam. Më po, në atër parte. E kam jetë, më ka pëlqy shumë, edhe pse një farë vibe koja emocional në shpe, po e kam fiqarsin tonë, e kam fiq mamën vetë, do të menajt me të deri sot të mërgjume, mas nëna, mas nej me dojnë. Ani pro, apo vjen të Andrat Moderne, po shijem të tretë. Mbaroj kjo. O, kry. Falë se tash mbaroj. E pat puna. Mbaron kështu, E pat puna. Kjo është u kry, domethënë. U kry. Okej, besoj që... Një sekond. O Shuki, tani ti ke të drejtën si ishte ajo? Si co-host, si bashkëprezantues. Të ti bësh edhe një pyetje Arlit për Ali mbyllje. do me vetë dhe që jo një, për një tri kam ashtu. Ta pas kam lezuar mendjen. Po thash hajt mos jem përgut. Mos e përgut lotrime. Se desha kanë ko. Jo, mas pari po duhet vetë përveç që fjalë mira dije, i më thonë më herët për emisionin, vifon që me ditë persone e preferum që jokon qëtë kao që i ullur gjatë këtyne 3 sezonave. Aja, top 3-shën. Gjithmonë munona mja gjithë vetit personin, po kur kom vendos që në këtë kaos do të kem gratë veçanta, s'munën me qenë një veçantë. Jenë të gjitha të veçanta edhe është një dukuri që po ndodh në jetën tem prej që jem të e boqit podcast, që njohurit e mia veç po zgjonohen se krejt që ka po foli, e vrej që kur folin familje, kur folin me dikon tjetër, une i shfrytëzoj njohurit e grave të veçanta edhe e qkepi mendimin e tyne gjithka, edhe njëna shumë e pasën. është fantazia, po. Si profesion, po është fantazi. Shumë bukur. Nëse veç po vëni. Ama e për marrë edhe shumë nga zemrë, se atina është emocionuna, më hupin fjallët, më kop trima, o e thash, ose thash, e kur po kryhet krejt fjallët po mesin në kry edhe me kom po foli ma ne vish pi qkepi. Edhe po më doke që po më doke sa në mirë. Më doke me qato presione që i kemi të kretë, jemi kurios edhe na bën kurios më ne, edhe kemi që me ditë natyrat njerëzve dhe tipa, po është nice, profesion, që bravo edhe keep it up, thonë, është diqa me thonë, edhe ti. Ti? Ti? Ne ato, që sot e shmimi tollit, që e pagunit, forse të najtë marë, në silëni. Edhe 10 euro bile paguje. Paguje Pati njeri sa shpesh. Na nisa që zlona. Që më kemi akoma me çmimet e vjetra. Oh my Si god! më modin tjetë, shtrajtë, të crazy. Kështu që pa shumë, unë për veti, kisha po qef si me përmbledh, dhe që të ekzistin të temë këtë emision, është vish mi ju dëshiru shumë fat edhe shëndet. Gjithashtu. Na vyni, na duheni, dhe me thonë, Edhe shumë dashni pak nervoz. Edhe qysh po thu, ape mbyll të, ape mbyll Jonita. Le të pembyllim tret. Të tret. Atëherë. 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 Edhe ti që do të thosh? Atëherë. Vazhdojmë dhe... Vazhdojmë dhe nuk ndalemi. Asnjëherë për
Lumturin Pak dhe nervoze Kënaqësi. këtë knaqësin, minus nervoza, dhe shëndeti. Dhe Dhe shëndeti shëndeti, mbi të gjitha. Gëzuar. Kosovë, Gëzuar, Shqipni, gëzuar. diaspor. Ku fillon rrëfimi yt? Në cilën mahall i rrit? Ke lindë në Kosovë, ke studiu në New York, ke jetu në Tokyo. Pse u ktheve? Ky është podcasti Suzan.